Këtë përpjekja ti është me zhvendos, me shpresë i rrit votat, këtë shpresa në ka që i rrit votat, a unë jam i bindur që politikisht është vetvrasje kjo që po dënë me bo, sepse nuk mund ndodha, veçanërisht jo për faktin që edhe zona e Osmanit është e qartë që i takon një bindje tjetër politike, dhe përpjekja ti është me zhvendos falë, me thonë që unë deshta tjertë s'podojnë edhe unë e lutë rolli viktimës. Unë besoj që ai ka studim kryesor diken të profilit s'podijune, asi po profilit Glaukut ose të Albulenës, këtyre që janë të dëshmum, janë militant thekur të vijës personalistit të synime të qarta autokratike të zotit Kurti. Shumë e thjesht, zona e Osmani në pjesën dërmuese ka qenë lojale për momentet kur ajo ka besu dhe shpresu që mund të dobësoj zotin Kurti, ka tregu dhëmt, është mundu me tregu edhe ajo është arsye që është kriju si personi pa bes për zotin Kurti. Ja, nuk lidhet. Ajo ma heret ka fillu më qaren me stytet, do thotë. Nuk besoj që s'ka logjik me qene, do thotë, s'është ajo. është çështje, do thotë, e raportit të protagonizmit që ajo ka provu me kriju karshi personit të Kurtit. As manje s'u ka shkukur për atë çështje. Pse duhet një post, ajo është post politik, do thotë që duhet forcat politike me zgjedh. As manje, do thotë është gjaja ma, as manje, do thotë në gjumë që të nuk kam. Nuk do ta konsideronit nëse ka diçka konkrete. Asnjëherë, jo. Presidenti nuk është pushtet. Është organ legjitimues dhe balancues i krejt organeve të tjera. Dhe nuk është pushtet. Pushtet është legislativi, ekzekutivi edhe gjyqësori. Gjykimi i rastit tha që qartë e bën që deputet nuk e kanë atë detyrim, kjo nuk është pushtet, kjo është po përsëris organ që është legjitimues dhe balancues i krejt edhe garantues i funksionimit krejt institucioneve të sistemit, dhe opozita këtë duhet me pas parasysh dhe me dignitet me përballu instalimin e një autokracie të personalizuar në Kosovë, e cila e vret jetën institucionale, është sigur që të vdes jeta institucionale në Kosovë dhe hapet rruga për anarki dhe kaos si zgjidhje e fundit për ndryshimtarëve. Opozita s'ka lidhja propozon diken ajo. Opozita mund të merrejnë sallë, me marrë fletën, me rëndësisht mos me hudhë në kuti. Logjika thotë mos me qenë, e donë që mos me qenë optimist për shkak se derisa është lanë për ditën e fundit dhe çdo gjë ka qenë dhe vazhdon të jetë krejt okulte, jo transparente, atëherë pak pres, pak ko gjasë që nesër të ndodhë zgjedhja e presidentit. Unë ma shumë e shoh si një manovër të Kurtit për zhvendosit fajsisë, skenar të njëjtë si shka vepru vitin e kaluar për ta kap postin e presidentit. Ka ndodhur tutje, prof?